Po e rrisë si që ka rritë mu i matë, ose i më. Dakor, ka ndryshuar edhe kohëra, themi drejtën. Pra, në qoftë se në futboll më përpara, paktën brezi im, mund kemi një diferencë shumë të vogël. Shkonim, ne që të lozim futboll të lagja, kulnim këmë shkonim edhe të lozim futboll tek trajneri, ose tek sapovi dhe im su që thoshte do krijohet grupi i futbollit, çantën krah edhe shkonim me vrap. E kupton, kurse tani gjithë përfshirja është e nevojshme. Gjithë përfshirja është e nevojshme se nuk lozet me në lagje. Dhe një fëmijë ka nevojë të argëtohet, edhe tek moshat, nuk mund të bëhen diferencat më dhaja, se krijohen pastaj edhe trauma, mos pranimi, më the thash. Kështu që patjetër që ky brez do ta ketë shumë më të vështirë, po themi edhe pjesën e konkurrencës base. Po në çdo ekip, çdo akademi. Mos është edhe ego personale e individit, e fëmijës për të ecur përpara dhe jo domosdoshmërisht ajo butësia që prindi ofron. Themi pra ajo që thash se rritja. Varësisht si i rrisi fëmijët, po i rrisi më butë fëmijët. Nuk po i rrisi me frymën e garës. Unë mendoj janë çik më të përkëdhelur, duke marrë shembullin e talenteve të mëdha. Në krahasim Ronaldo dhe Messi, 16 vjeç, 17 vjeç burra në fush, merrnin vendime, merrnin penalltinë e gjuanin. Lojtarët sot që janë shumë talentuar, janë shumë përkëdhelur. Pra nëse ai nuk e gjen veten të motivuar sot ose të vlerësuar sot për të dhënë maksimumin në fush, futet dhe është një kapriçoz, bën veprime, bën gjeste. Pra kjo më duket pak më shumë, domethënë, problematika e futbollistave. Janë shumë të përkëdhelur, fitojnë shumë para se ç'fitonin më përpara, edhe kanë arritur të kenë tani që 17 vjeç, një staf prej 10 vetash që i ri nga mbrapa, keqen mamit, keqen tetat, keqen xhaxhi, haje bananen. E kupton, domethënë, nuk është se mendojnë me vetë, edhe kjo përkëdhelje i çon pastaj në rezultate të dobta. Aty ku e nisëm. Janë shumë faktorë, po me që u futëm ke këto, se unë kisha bisedën përsëri atë ke pyetja që bëhet një pyetje shumë të vlefshme për sa i përket ekipit dhe brezave. Po pra, te kjo, me që përmendim Marcelin fillim edhe po vazhdo, s'ka gjë.